Vazhdon kriza me ujin e pishëm, LSDM kërkon që 5 milion euro të planifikuara për festimin e pavarësisë të ridrejtohen për investime në sistemin ujësjellësit, reagon VML DPMN-ja. Aksioni i policisë në Haraqin, Kumanov dhe Strumic, arrestohen 5 persona, sekuestrohet kokainë dhe marihuanë. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski paralemroi se së shpejti do të hapen për qarkullim 10 km të autostradës Kërshov-Ohër. Sërish kërcënon presidenti i Serbisë. Vučić porosit kadetët që të mos harrojnë se Kosova është pjesë e Serbisë. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kriza me ujin e pishëm vazhdon të thellohet. Përveç epidemisë në Gostivar, problem me ujin ka edhe disa qytete të tjera të vendit. LSDM kërkon që 5 milion euro të planifikuara për festimin e 35 vjetorit pavarësisë të ridrejtohen për investime në sistemin ujësjellësit. Sipas opozitës, kriza me ujin e pishëm në disa vendbanime kërkon reagim urgjent, ndërsa akuzon qeverinë për neglizhencë dhe prioritete të gabuara. Antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s, Jon Frshkovski, akuzoi sot qeverinë dhe kryeministrin Hristijan Mickoski për, siç u shpreh ai, dështim të menaxhimit të krizës me ujin e pishëm në disa qytete dhe vendbanime të vendit. Në një konferencë për shtyp, Frshkovski deklaroi se uji nuk është më i përshtatshëm për konsum në 7 vendbanime, duke përmendur Gostivarin, Vallandovën, Krushevën, Plasnicën, Prilepin, Leshkën dhe Preglovën. Sipas tij, ekziston rreziku që ndotja të përhapet edhe në zonat të tjera që furnizon nga burimi Studenčica, përfshirë Kërçovën, Makedonski Brodin dhe Dolnenin. Во вакви околности на затруени цели. Uji tashmë nuk është i pishëm në 7 vendbanime. Pyetja është cili qytet do të jetë i radhës. Nevoja më themelore e qytetarëve për ujë të pastër dhe të shëndetshëm është vënë në rrezik. Frshkovski kritikoi edhe shpenzimet e planifikuara për organizimin e festimeve të ditës së pavarësisë, duke vlerësuar se në kushtet e krizës me ujin nuk është e arsyeshme të ndahen 5 milion euro për këngëtar dhe artist. LSDM kërkon që këto mjete të ridrejtohen për investime në infrastrukturën ujësjellësit, përfshirë impiante për pastrimin e ujit, stacione filtrimi, rezervuar, rinovimin e rrjetit ujësjellësit dhe instalime të reja. Бараме да се пренamenat овие 5. Mënyra më patriotike për të shënuar ditën e pavarësisë është të sigurohet ujë i shëndetshëm për qytetarët e Maqedonisë. Kërkojmë që këto 5 milion euro të ridrejtohen dhe në vend që të shpenzohen për këngëtar të shtrenjtë, të përdoren për ujë të pastër për qytetarët. Impiante për pastrimin e ujit, stacione filtrimi, rezervuar uji, rinovimi i tubacioneve të ujësjellësit dhe instalime të reja. LSDM akuzoi qeverinë se nuk ka qenë transparente lidhur me shumën që planifikon të shpenzojë për organizimin e festimeve, duke pretenduar se këto mjete do të ishte më arsyeshme të investoheshin në zgjidhjen e problemeve me furnizimin me ujë. VML DPMN reagoi duke deklaruar se LSDM-ja sot e dërgoi fërçkon e vogël për dhënë këshilla se si duhet të shënohet dita e pavarësisë së shtetit, por nuk e udhëzoi që të kërkojë përgjegjësi nga kryetari i komunës Gostivarit Valbon Limani. Në asnjë moment LSDM-ja nuk kërkoi përgjegjësi nga kryetari i komunës Gostivarit për skandalin me ujin, ndërsa vazhdon ta anashkalojë përgjegjësinë e Limanit. Në koalicion me BDI-n dhe Taravarin, ata po përpiqen të shndrojnë edhe këtë krizë në një mjet për të fituar pikë politike, ndërsa për shkak se kryetari është nga radhët e tyre, nuk guxojnë të mbajnë konferencë për shtyp për të, thuhet në reagimin e VML DPMN-s. Ata theksojnë se bëhet fjalë për një kryetar komune që deklaron se nuk ndjen asnjë përgjegjësi, megjithëse sipas tyre nuk arriti ta menaxhojë krizën. Gjithashtu, VML DPMN pretendon se pushteti lokal reagoi me vonesë dhe nuk ndërmori masat e nevojshme në kohë. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Maria Andonovska deklaroi se instituti nuk është institucion i përgjegjës për kryerjen e pavarur të monitorimit të rregullt dhe marrjen e mostrave nga secili sistem lokal i furnizimit me ujë. E ftuar në emisionin Tema e ditës në Sitel, kushtuar situatës së ujit në Gostivar, ajo sqaroi se detyrimi për monitorim të rregullt kryesisht i takon ndërmarrjeve publike që menaxhojnë sistemet e furnizimit me ujë. Andonovska shpjegoi se Instituti i Shëndetit Publik dhe qendrat rajonale të shëndetit publik janë subjekte të ndara ligjore
ligjore me kompetencat ndryshme. Nëse më pyetni nëse si Instituti i Shëndetit Publik jemi kompetent për kryer kontroll, do t'ju them menjëherë jo. Nuk ka asnjë rregullore, asnjë ligj sipas cilit jemi detyruar të kryejmë monitorimin e ujit, tha ajo. Antonovska theksoi se instituti ka laborator modern, pajisje dhe staf profesional, por nuk del me iniciativën e vetë për të marrë mostra nga secili sistem furnizimi me ujë. Testet kryen kur kërkohet nga një inspektor kompetent ose kompania publike e shërbimeve. Pesë persona të dyshuar për trafikim droge janë privuar nga liria gjatë 2 ditëve të kaluara në aksionet të ndryshme të policisë. Aksionet në fjalë janë realizuar në Haraqin, Kumanov dhe Strumic, ndërsa personat arrestuar janë të moshës nga 18 deri në 31 vjeç dhe gjatë kontrolleve policore tek ata janë gjetur sasi të marihuanës dhe kokainës. Policia e Maqedonisë së Veriut gjatë 2 ditëve të kaluara ka realizuar disa aksione në qytete të ndryshme të vendit, gjatë të cilave janë gjetur dhe sekuestruar sasi të drogës. Përkatësisht, policia arrestoi një 25 vjeçar nga Haraqina, pasi gjatë pastisjes në shtëpinë e tij gjeti dhe sekuestroi mbi 2 kilogram lëndë narkotike të dyshuar si marihuanë, si dhe një peshore digjitale me mbetje të marihuanës. Më 24 korrik 2026, në punës policore të njësitit për tregti të palejuar dhe njësitit policisë intervenuese pranë sektorit punëve të brendshme Shkup, me urdhër të gjykatës themelore penale Shkup, kanë realizuar bastisje në shtëpinë dhe objektet ndihmëse të BN 25 nga Haraqina, rrethina e Shkupit. I dyshuari është privuar nga liria ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit MPB njofton se ndaj tij do të parashtrohet kallëzim penal sipas nenit 215 të Kodit Penal me procedurë urgjente. Po ashtu zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Kumanov dje kanë privuar nga liria një 18 vjeçar nga Kumanova, pasi gjatë një kontrolli në shtëpinë e tij, të kryer me urdhër gjykate, janë gjetur të sekuestruar sende me mbetje të një substance prej pluhurit të bardhë, boksa metalik dhe mjete piroteknike. Ndërkaq më 23 korrik, zyrtarët policor të SPB Strumic i kanë privuar nga liria 3 persona të moshës 21, 31 dhe 24 vjeçare, të gjithë nga fshati Bansko nga rajoni i Strumicës. Gjatë kontrollit të një automjeti të tipit Peugeot me targa të Strumicës në të cilin ndodheshin personat, janë gjetur kokainë dhe marihuanë. Personat janë ndaluar në stacionin policor të Strumicës, ndërsa më 24 korrik në bazë të një urdhri gjykate është kryer kontroll në shtëpinë e 31 vjeçarit në fshatin Bansko, ku është gjetur edhe marihuanë. Ministria e Brendshme informoi se pas dokumentimit të plotë të rasteve do të ngrihet kallëzim përkatës. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski ka inspektuar sot punimet e autostradës Kërshov-Ohër, prej ku paralajmëroi se së shpejti do të hapen për qarkullim segmente të reja të autostradës. Ai tha se 3 nga 8 galerit janë në fazën përfundimtare dhe po punohet edhe në përfundimin e urave dhe tuneleve. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski tha se së shpejti pritet të hapen për qarkullim edhe 10 kilometra të tjera të autostradës Kërçov-Ohër, që janë segmenti më i ndërlikuar ku përfshihen tunelet dhe galerit. Gjatë inspektimit të punimeve që po zhvillohen në këtë autostradë, Nikolovski tha se ndërtimi i autostradës Kërçov-Ohër po zhvillohet me dinamik të përshpejtuar, përkatësisht sipas tij, 2 galeri janë përfunduar plotësisht, ndërsa në të tretën puna po vazhdon intensivisht. Ndërkaq paralelisht po punohet për stabilizimin e terrenit, përfundimin e urave, si dhe të 2 tubave të tuneleve. Shifrat janë vërtet mbresilënëse. Vetëm këto 3 galeri pas meje kanë një gjatësi prej 1 kilometër 100 metra, ndërsa tunelet do t'jenë më të gjata në Maqedoni. Njëri tub do t'jetë 2 kilometra, ndërsa tjetri 2 kilometra 100 metra. Si thash, këto do t'jenë tunelet më të gjata në vend, ndërsa galeritë e këtij lloji ndërtohen për herë të parë jo vetëm në Maqedoni, por edhe në gjithë rajonin.
Kujtojmë se ndërtimi i autostradës Kërçov-Ohër filloi para më shumë se 12 viteve. Gjatësia e trasesë është 57 kilometra, ndërsa afati fillestar për përfundimin ishte qershori i vitit 2018. Megjithatë, së fundmi kryeministri Hristijan Mickoski premtoi se autostrada Kërçov-Ohër do të përfundojë deri në tremujorin e parë të vitit 2027, që i bie 9 vite pas afatit fillestar. Vlerëson se një tjetër projekt strategjik po shndrohet në realitet pasi interkoneksioni 400 kW ndërmjet Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë po avancon me ritëm të përshpejtuar. Gjatë inspektimit të punimeve, drejtori i MEPS-os Burim Latifi konfirmoi se në stacioni 400 kW në Ohër ka hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa po zhvillohen edhe punimet në linjën e transmetimit Manastir Elbasan. Sipas Vlenit, ky projekt e shndron korridorin 8 në një korridor të plot zhvillimor, duke përfshirë për herë të parë edhe dimensionin energjetik. Nga partia theksojnë se lidhja e re energjetike me Shqipërinë do të rrisë sigurinë e furnizimit, do zgjerojë kapacitetet ndërkufitare dhe do të afrojë vendin me tregun evropian të energjisë. Vlen nënvizon se projekte strategjike që për vite kanë mbetur vetëm në letër, tashmë po realizohen përmes institucioneve që udhëhiqen nga kuadrot e saj. Sipas partisë, çdo fazë e përfunduar e korridorit 8 përfaqëson një investim të zhvillimit ekonomik, sigurinë energjetike dhe integrimin evropian të vendit. Vazhdojmë të me lajmet. Pas deklaratave skandaloze të ministres serbes Snežana Paunović për spastrimin e Kosovës nga shqiptarët, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka përsëritur mesazhe të reja për ushtrinë e vendit, duke kërkuar gatishmëri më të madhe në një kohë tensionimesh në rajon. Gjatë ceremonisë së diplomimit kadetëve të ri të forcave të armatosura të Serbisë në kazermën Generali Jovan Mišković në Banjic, Vučić deklaroi se Kosova vazhdon të konsiderohet nga Beogradi si pjesë e territorit serb. Kosova është pjesa e dheut ton, pjesë e Serbisë son, sipas kushtetutës, ashtu edhe sipas drejtësisë së Zotit. Ne duhet ta kujtojmë këtë dhe ta mbrojmë atë shenjë të ri, duke mos prekur askënd, duke mos sulmuar askënd dhe duke mos kërcënuar askënd, por duke qenë gjithmonë populli ynë, tha Vučić. Ai gjithashtu kritikoi sërish bashkëpunimin ushtarak mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, duke cilësuar atë si një zhvillim që sipas tij kërkon përgjigje nga Serbia. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres u takua të shtunën me presidentin e Sirisë Ahmet El-Sherra në Pallatin e Popullit në Damask gjatë vizitës së tij historike në vend, raportuan mediat vendase. Mediat shkruan se takimi midis El-Sherras dhe Guterres filloi menjëherë pasi shefi i OKB-s mbriti në kryeqytetin sirian për një vizitë traditore. Ai u prit në aeroportin ndërkombëtar të Damaskut nga ministri i jashtëm Asad El-Sheibani. Takimi shënon vizitën e parë të një sekretarit përgjithshëm të OKB-s në Damask, që kur ish shefi i OKB-s Ban Ki-moon për në kryeqytetin sirian në vitin 2009. OKB-ja qëndron me Sirinë në këtë moment vendimtar dhe i bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mos kursej asnjë përpjekje për të mbështetur edhe popullin e Sirisë, tha Guterres. Antarët e gjykatës ndërkombëtare penale votuan për shkarkimin e Karim Hanit nga posti i kryeprokurorit për shkak të dyshimeve për sjellje të papërshtatshme. Avokati britanik u pezullua muajin e kaluar, ndërsa vendimi për shkarkimin e tij u miratua me 82 vota pro nga 125 vende antarë të gjykatës. Organi mbikëqyrës i atij institucioni zbuloi në qershor se ai kishte kryer shkelje të rëndë detyrës, ndërsa dyshohet për sjellje të pajishme duke u përfshirë në një marrëdhënie intime të papërshtatshme me një antar të stafit të gjykatës ndërkombëtare penale. Ndimet cilat Han i ka mohuar vazhdimisht, duke insistuar se nuk ka kryer asnjë shkelje. Avokati i tij tha se do të sfidojë ligjshmërinë dhe drejtësinë e vendimit përmes të gjitha mekanizmave ligjor në dispozicion. Karim Han drejtonte prokurorinë e gjykatës ndërkombëtare penale që nga viti 2021 dhe u bë një nga figurat më të njohura të drejtësisë ndërkombëtare, veçanërisht pas vendimit për kërkuar masa ndaj liderëve të përfshirë në konflikte ndërkombëtare, përfshirë kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu. Largimi i tij nga posti i prokurorit vjen në një moment të ndjeshëm për gjykatën ndërkombëtare penale, e cila po trajton disa nga çështjet më të rëndësishme të drejtësisë botërore.
Europa jugperëndimore po përballet me një situatë kritike dhe apokaliptike për shkak të valës së zjarreve shkatërruese që kanë përfshirë Francën dhe Spanjën. Autoritetet në të dyja vendet kanë ndërmarrë masa emergjente ekstreme duke mobilizuar forcat armatosura dhe shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa numri i personave të evakuuar ka kaluar shifrën 220.000 banorëve. Në Francë situata paraqitet të jetë kritike në rajonet jugperëndimore të Gironde dhe Lande, ku flakët kanë detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin afërsisht 60.000 njerëzve vetëm në zonën pranë Bordeaux. Në total, numri i qytetarëve të larguar nga vatrat e zjarrit në territorin francez ka kapur shifrën e rreth 200.000 vetave. Përballë kësaj situate të paprecedent, presidenti francez Emmanuel Macron ka urdhëruar mobilizimin e ushtrisë për t'i vënë në ndihmë strukturave të emergjencës civile dhe zjarfikësve, të cilët po luftojnë me orë të tëra kundër erave të forta dhe temperaturave ekstreme. Në Spanjë, qeveria ka shpallur zyrtarisht gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare. Rreth 25.000 persona janë urdhëruar të largohen menjëherë nga banesat e tyre, ndërsa afro 40.000 të tjerë janë udhëzuar të qëndrojnë të mbyllur brenda për shkak të ndotjes masive të ajrit dhe rrezikut nga frontet e zjarrit. Po e mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55.